Pranvera sjell shtim të alergjive duke përkeqësuar problemet respiratore për shumë pacient. Profesor Mehmet Hoxha, alergolog rënd QSOT-s, thekson se ndryshimet klimatike kanë rritur nivelin e alergjenëve, duke shtuar rastet dhe intensitetin e simptomave. Ndaj këshillon kujdes, informim dhe trajtim në kohë për një sezon më të qetë. Jemi në sezonin e madh polenik, ku barishtet e këqija, graminaqet, graset, kanë sezonin e tyre të polenizimit. Ndryshe nga vitet e tjera, polinoza këtë vit është shumë agresive, ka filluar relativisht më herët, që në javën e 2 të 3 të marsit, dhe nuk përqendrohet vetëm në rrugët e sipërme të frymarrjes, pra në hund, në sy, në fyt të themi, por ka prekje të astmës bronkiale. Ne kemi patur disa subjekte të reja të shtruar në spital që janë paraqitur me status astmatik. Dhe ndryshe nga herët e tjera ku statusi astmatik nga polinoza qetësohej të themi shpejt, tani ata kanë disa ditë që qëndrojnë në kushte spitalore për të tejkaluar këtë situatë. Është domosdoshme një diagnozë etiologjike e saktë që realizohet me provat tona në lëkurë, por realizohet dhe me testet e alergjisë molekulare. Dhe vetëm pasi të jemi të bindur që kush është shkaktari real, primar i alergjisë, atëherë mund të vendosim për të bërë imunoterapinë, që është terapi shpëtuese, jetë shpëtuese dhe që ndryshon dekursin fizpatologjik të sëmundjes. Të teshtiturat, lotimi i syve, të kruarat e syve, bllokimi i hundës, kolla e thatë, ajo kolla mbytëse, në fyt ajo kolla irrituese që i acaron, që i prish dukshëm cilësinë e jetës. Këto janë shenjat e një polinoze klasike. Kurse në vitet e fundit, sidomos i vjet, ka wheezing, pra fishkëllim në gjoks, ka dispne, pra marrje fryme, ka shtrëngim në gjoks dhe një kollë mbytëse. Në nivel që këta pacient me zor përballojnë ditën, aktivitetin ditor, por gjithashtu edhe natën me zor arrin të flenë, të garantojnë cilësi minimale jete. Një alergji stinore e përsëritur në 2-3 vite e ketë sigur që do të kalojë në rrugët e poshtme të frymarrjes, pra në astmë bronkiale. Ndër të tjera, ai shtohen se personat që preken nga alergji të tilla nuk duhet të vetmjekohen, por të konsultohen me mjekët.